Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë shoqëni të mirë edhe shoqëni të keqe në vallën një shembull shumë të bukur. Në vallën shembullin e shitësit të parfumeve edhe shembullin e farktorit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Mathalul jalisi s-salihi was-su'i ka hamilil miski wa nafikhil kir." Shembulli i shokut të mirë dhe shokut të keq është si shembulli i atij që ka parfum, shet parfum edhe farktorit. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحة طيبة. Thot, shitësi i parfumit ose ka me të parfumos ty, ka me dharë për parfumit të ti, ose ke me blej për ti parfum, ose ty ka me të ardhë ira e mirë. Në anën tjetër, ونافخ الكير thot pejgamberi selam imma an yahriqa thiyabak wa imma an tajida rihan khabitha. Kurse farktari ose ka me t'i djeg rrobat ose ke me pas një erë të keqe për ti. Besimtari afrohet, edhe të tjerët e pëlqejnë që me u afru me të. Wala khayra fi man la ya'lafu wala yu'laf. Edhe nuk ka të mirë tek ai person i cili as nuk afrohet me të tjerët, edhe as të tjerët nuk dojnë që me u afru me të. Wa khayrun nasi anfa'uhum lin-nas. Edhe njeriu më i mirë, njerëzit më të mirë janë ato të cilët janë më të dobishëm për të tjerë. Njeriu është në fen e personit me të cilin ai rrin, në fen e shokut të vet. Prandaj shifeni se me kë qëndroni, se me kë rrini, se me kë shoqëroheni, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Shoku i mirë është ai i cili që muslimani ka turp me e vepru haramin apo me i shkel saqet Allahut azza wa jalla në prezencën e tij. Sepse ai vetë me prezencën e tij po fol as i fjalë e ndalon prezenca e tij që ky person më shkel saqen Allahut azza wa jalla. Ndërsa shok i keq është ai i cili që në prezencën e tij të lehtësohet e ketë lehtë me bë haramin. Për punën e ndoshta në rastin e më të keq, ndoshta ai të nxit për me shkel saqet a Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe thot Allahu azza wa jall fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Edhe ky person ka me pa këtë person në mesin e banorëve të xhehenamit. Qalet Allah in kunta laturdin wala ni'matu rabbi lakuntu min al-muhdharin. Edhe ka me thon pasha Allahun, për pak tim ke shkatërru mu, pa me i thanë ky personi i cili është në xhenet atij personi që është në xhenem. Për pak ti më ke shkatërru mu e si kur mos ishte mirësia, dhuntia e Zotit tëm edhe unë do t'isha kënë bashkë me ty. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ti personit i ka thënë el mar'u ma'a man ahab. Njeriu ka me kënë pra në ditën e gjykimit me atë që e don. Në një transmetim thohet se Enesi radiallahu anhu ka thënë inni la uhibbu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam. Me të vërtetë që unë e du pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Wa uhibbu Aba Bakrin wa Umar. Edhe e du Abu Bekrin dhe Umerin. Wa arju an Allah yab'athuni ma'ahum. Edhe shpresoj që Allahu të më ringjall mua me ata. Wa in lam a'mal ka'amalihim. Edhe pse ndoshta unë nuk veproj, nuk arri për gradën e tyre në vepra të mira. I thoshin ja Aba Talib wa Abu Talib atarghabu an millati Abdul Muttalib. Haje duke u largu nga feja e Abdul Muttalibit, pra babait të tij, pra fejse mushrikëve. Shoku i ketë çat ban edhe në shtratin e vdekjes nuk don me të lanë me besu Allahun subhanahu wa ta'ala. Thuj, nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë vetëm se Allahu azza wa jall. E pa u tjatin e tij, ky person edhe heshti jati i tij. Edhe përsëriti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ke gjaku e pavi edhe një herë të jatin e tij babën e vet, edhe baba i tij që i tha Atir Abul Qasim bindju pra Muhammedit Abul Qasim. Ndërkohë që ky djalë është ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë vetëm se Allahu azza wa jalla, se ti je i dërguari i Allahut. Pastaj doli profeti sallallahu alaihi wasallam prej aty edhe tha alhamdulillahi alladhi akhrajahu bi min an-nar. Falënderimi qoftë Allahut i cili më bani mua sebeb që me ky person me dal për zjarrit të xhehenamit.
e ta zgjidh shokun e devotshëm, sepse shoqënia e vetme që ka me bë dobi në ditën e gjykimit është shoqënia e devotshme, shoqënia e cila i ruan sohet të Allahut Azza wa Jall. E për këtë thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an: Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Të dashtunit, shokët e afërt, njerëzit e afërt mes njëri tjetrit, të gjithë thot Allahu Azza wa Jall në ditën e gjykimit kanë me kanë armiq të njëri tjetrit përveç kujt? Të devotshëm. Shoku i mirë kur e shef të përkujton Allahun Azza wa Jall. Kur ti gabon, ai ta tregon rrugën e drejtë. Kur ti ke një tmet, ai ta mlon ty atë tmet edhe të këshillon. Xhamatin e rum, Allahu subhanahu wa ta'ala kur i ka kriju njerëzit, i ka kriju të tillë që lidhen, bashkohen me njëri tjetrin. Shpirtrat e tyre janë të destinuar me u afru ose me u largu. Ashtu siç transmetohet në hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam, i cili thot: Al-arwahu junudun mujannada. Shpirtrat të profetit sallallahu alaihi wasallam janë si ushtria, si ushtar. Fema ta'arafa minha talaf. Ato shpirtrat që janë të ngjashëm afrohen me njëri tjetrin. Wa ma tanakara minha ikhtalaf. Edhe ato shpirtrat të cilat janë të ndryshëm largohen prej njëri tjetrit. Është prej urtësisë së Allahut subhanahu wa ta'ala, i cili i bani krijesat, i bani njerëzit të tillë që përzihen, ulen, takohen me njëri tjetrin. Me po dyshim që këto takime, këto naje, këto qëndrime me njëri tjetrin kanë efekt të qartë në mendjen, shpirtin dhe në metodologjinë e njerit. Në sjelljet e tija, bile mund të kanë normalisht edhe shkak pozitiv në ecshmërinë e njerit dhe në lumtuninë e tij në këtë botë dhe në botën tjetër. Gjë që e vërteton feja, logjika edhe realiteti. Bile njerëzit i cilësojnë ato persona të cilët nuk lidhen me të tjerë, janë njerëz të veçuar, njerëz që nuk parajon shumë në rregull. Dhe këtë gjë na ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam në një prej haditheve të tija ku thot: El-mu'minu ya'lafu wa yu'laf. Besimtari afrohet, edhe të tjerët e pëlqejnë që me u afru me të. Wala khayra fi man la ya'lafu wala yu'laf. Edhe nuk ka të mirë tek ai person i cili as nuk afrohet me të tjerët, edhe as të tjerët nuk dojnë që me u afru me të. Wa khayrun nasi anfa'uhum lin-nas. Edhe njeriu më i mirë, njerëzit më të mirë janë ata të cilët janë më të dobishëm për të tjerë. Bile largimi për të tjerëve, veçimi për të tjerëve, ashpërsia, vërtetësia kundër të tjerëve është simbol, është shaj për shajave të menjëmosisë. Përkundrazi, Allahu subhanahu wa ta'ala pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e ka cilësuar me butësi, duke thënë: "Walau kunta faddan ghalidha al-qalbi lanfaddu min hawlik." Dhe sikur ti të ishe i ashpër, i vrazhd me to, ato do të ishin largu prej teje. Duke e pa që njeriu nuk ka se ku të shkoj, po pas një rreth shoqënor me të cilin ai rrin. Duhet ta di se rrethi shoqënor, shoku i tij mund me kanë në radhë të parë ose shok i mirë, ose mund me kanë shok i keq. Shok i cili ndikon për mirë në rrugtimin për tek Allahu Azza wa Jall, ose shok i keq i cili e largon për rrugtimit për te Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe për këtë gjë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ka treguar në hadithin e ka thënë: "Ar-rajulu ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhal." Njeriu është në fen e personit me të cilin ai rrin, në fen e shokut të vet. Prandaj shifeni se me kë qëndroni, se me kë rrini, se me kë shoqëroheni, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe njeriu nuk ka nevojë me pyet për personin se çfarë njeriu është, kurse ai shikon se me kë shoqërohet njeriu, edhe gjithë secili dihet që pason shokun e vet. Duke pa këto argumenta, atëherë ne na del si detyrë që me u shoqëruar me shokun e mirë, me atë që na afron tek Allahu Azza wa Jall, na përkujton
Allahu subhanahu wa ta'ala dhe na drejton drejt se mirës. Shok i mirë është ai i cili që muslimani ka turp me e vepru haramin apo me i shkel saqet Allahut azza wa jalla në prezencën e tij. Sepse ai vetë me prezencën e tij po fol asnjë fjalë e ndalon prezenca e tij që ky person më shkel saqun Allahut azza wa jalla. Ndërsa shok i keq është ai i cili që në prezencën e tij të lehtësohet e ketë lehtë me bo haramin. Për punën e ndoshta në rastin e më të keq, ndoshta ai të nxit për me shkel saqet Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu azza wa jalla na tregon në disa prej ajeteve të tija një skenë për skenave që kanë menuar në ditën e gjykimit, kur disa prej banorëve të xhennetit kanë me pyet për disa prej banorëve të xhenemit, ato persona që i ka futur Allahu në xhennet, kanë me fol për disa persona që i ka futur Allahu azza wa jalla në xhenem, duke thënë fa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun, ato kanë u afru me një tjetrin edhe kanë me bisedu. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. Yani për ty në kam me thanë, unë kam pas një shok i cili me thote mu, vallë, a je edhe ti për atyne që besojnë, se kur të vdesim e të bëhena eshtra dhe pluhun, kina me dhanë vugari para Allahut azza wa jall. Ndërkohë ka me thirr një prej me lajkeve, edhe ka me thanë, qala hal antum muttali'un, a doni me shiku, pra ato që e qërton dhe këtë person për besimin e tij, dhe thot Allahu azza wa jall, fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Edhe ky person ka me pa, edhe ka me pa këtë person në mesin e banorëve të xhenemit. Qalet Allah in kitta laturdin walau la ni'matu rabbi lakuntu min al-muhdarin. Edhe ka me thonë pasha Allahun, për pak ti më ke shkatërru mu, ka me i thonë ky personi i cili është në xhenet, atij personi që është në xhenem, për pak ti më ke shkatërru mu e sikur mos ishte mirësia, dhëndia e Zotit tëm edhe unë do të isha kënë bashkë me ty. Po ashtu Allahu azza wa jall në disa ajete të tjera, qad uhshuru alladhina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim. I thuhet angjeve në ditën e gjykimit të mlidhini njerëzit e këqij, shokët e tyre edhe idhuj që i kanë adhuru krahas Allahut azza wa jall dhe tregojnë atyre rrugën e zjarrit. E për cilësive të shokut të keq, është ai e fton shokun e tij që me bë vepra të këqija, me shkel saqet e Allahut azza wa jall, me bë mëkate ndalesa, vepra të ulta, sepse donë që edhe ky personi tjetër më rënë gradën e tij. Dhe po ashtu shoqërimi me atë të kujton gjinohin edhe të çon drejt gjinohin. Po ashtu shoku i keq bëhet ndikim për të egzakuarit e këqija dhe të sjelljet e pamoralshme. Shoku i keq të njeh me shokë të tjerë të këqij, të futet në një rreth edhe më të keq, të çon në naja në mezhlise ku përgojohen robët e Allahut azza wa jall, mbarten fjalë për të njëri tek tjetri, prishet në mesin e njerëzve, edhe për këtë shkak njeriu privohet, largohet prej najas me njerëzit e mirë të cilët e përkujtojnë Allahun azza wa jall. Transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është pyet për atë i cili e don dikë, kurse nuk ka arrit gradin e tij me vepra të mira. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtij personit i ka thënë el mar'u ma'a man ahab. Njeriu ka me kanë pra në ditën e gjykimit me atë që e don. E thotë Enesi radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur me të, fama fariha al muslimuna farhahum bi hadha al hadith. Nuk ishin gëzuar muslimanët në atë lloj formet mos i kishin një gjuhë këtë fjalë të profetit sallallahu alaihi wasallam, pra që njeriu në ditën e gjykimit po më kanë me atë që ai e don. Në një transmetim thotë se Enesi radiallahu anhu ka thënë inni la uhibbu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam. Me të vërtetë që unë e du pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, wa uhibbu Aba Bakrin wa Umar, edhe e du Abu Bekrin dhe Umerin, wa arju an Allah yab'athuni ma'ahum, edhe shpresoj që Allahu të merri në gjallë mu me ata.
wa in lam a'mal ka'amalihim, edhe pse ndoshta unë nuk veproj, nuk arri për gradën e tyne në vepra të mira. Këto argumente, qofshin nga Kur'ani dhe nga Suneti, na tregojnë se njeriu ka për të ringjall me ato persona me të cilët ai jeton në këtë dynja. Edhe ka me kanë rangun në gradën e tyne, prandaj njeriu zgjell shokun se me gërrin, bile zgjell edhe më të mirë se sa veten e tij, sepse ato kanë me kanë shokët e tij në ditën e gjykimit. Për i pasojave të shoqënisë së keqe, është se ajo mundet me çu njeriu deri në mosbesim, ose mundet mos me elan edhe me besu Allahun Azza wa Jall. Një argument i qartë për këtë është tregimi i Abu Talibit, axhës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndërkohë që axha i profetit sallallahu alaihi wasallam ishte në shtratin e vdekjes, afër tij ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e bashkë me të ishte edhe faraoni i këtij ummet, Abu Jehli, së bashku me Abdullah ibn Abi Umayya. Ndërkohë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po dote me i thon axhës së vet, i thote e am o axha jam, qul la ilaha illa Allah, ahajju laka biha inda Allah. Thuaj nuk ka të adhuruar të drejt vetëm se Allahu Azza wa Jall, në mënyrë që ta kemi si argument për ty tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Dërsa këto dy çfarë i thoshin ja Abu Talib wa Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, haje duke u largu nga feja e Abdul Muttalibit, pra babait të tij, pra fejse mushrikëve. Shoku i këtë qatë bën edhe në shtratin e vdekjes nuk dën me të lanë me besu Allahun subhanahu wa ta'ala. Kjo derisa vazhdote e përkujtote profeti sallallahu alaihi wasallam, edhe e përkujtoshin ata dy, ndërkohë që ai tha huwa ala millati Abdul Muttalib, në fen e Abdul Muttalib, pra në fen e Qurayshve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha la astaghfiranna laka ma lam unha ank, kama kërku falje për ty pra o axha jam derisa të më ndalohet. Edhe Allahu Azza wa Jall zbriti ajet kuranor dhe ndaloi që me kërku falje për te, sepse ai ishte mosbesimtar dhe nuk kërkohet falje për mosbesimtarin, sepse Allahu Azza wa Jall nuk e fal që më bëj shok atij në adhurim. E po ashtu zbriti edhe ajetin në lidhje me Abu Talibin, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Me të vërtetë që ti o Muhammed nuk udhëzon këdon ti që ta udhëzosh, përse Allahu udhëzon këdon për në rrugën e drejtë. Në këtë tregim kena edhe marrim mësimet e qarta se shoku i keq të qenë drejt përfundimit të keq. Derisa Abu Talibin nuk e lanin as me besu Allahu subhanahu wa ta'ala dhe banin që me kanë përfundimi i tij për në zjarr të xhehenamit për jetë. Gona kunër, shoqënia e mirë, shoku i mirë, bëhet shkak për të drejtu për tek Allahu Azza wa Jall dhe për tek xhenetet e tij. Transmetohet se një djalosh prej jehudëve, prej qifutave, i cili i shërbente pejgamberit sallallahu alaihi wasallam usmun. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkoi me e vizitu në shtëpinë e tij, ndërkohë që baba i tij ishte te koka e tij, te kryti i tij. Edhe i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtij djaloshit, i thot ja fulan, qul la ilaha illa Allah. Thuaj nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë vetëm se Allahu Azza wa Jall. E pa u djatin e tij, ky person, edhe heshti jati i tij. Edhe përsëriti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam këtë gjaku e pavi edhe një herë të jatin e tij babën e vet, edhe baba i tij që i tha ati' Abul Qasim, bindju pra Muhammedit Abul Qasim. Ndërkohë që ky djalosh tha ashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah, dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë vetëm se Allahu Azza wa Jall, dhe se ti je i dërguari i Allahut. Pastaj doli profeti sallallahu alaihi wasallam prej aty edhe tha alhamdulillahi alladhi akhrajahu bi min an-nar. Falënderimi qoftë Allahut i cili më bani mua sebeb që me ky person me dal për zjarrit e xhehenamit. Ndonjëherë njeriu mundet me u mashtru edhe me nej me shokët e këqij, kurse ka me u penu.
Ka me u penu në atë ditë ku nuk ka me bo dobi pendimi, sepse në atë ditë ka vogari para Allahu subhanahu wa ta'ala. Qad Allahu azza wa jalla në Kur'an: "Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila." Dhe në hadithet Allahu azza wa jall ke që bërë se që ka bo vepra të qia që nuk e ka besu Allahun azza wa jall ka me hamër gishtat e durve të ti, duke thanë: "Ah, sikur kisha marrë rrugën e të dërgumit. Ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila." Ah, sikur pas ta kisha ba filanin mik. Laqad adallani 'ani dhikri ba'da idh ja'ani. Ai më ka largu nga këshilla, nga Kur'ani që më kishte ardhur mu. Wa kana ash-shaytanu lil-insani khadhula. Edhe me vërtetë që shejtani e braktis gjithmonë njeriu në çastin e nevojës. Ai i cili don që në ditën e gjykimit mos me u pendu, le ta zgjidh shokun më të mirë se vetin, le ta zgjidh shokun e devotshëm, sepse shoqënia e vetme që ka me bë dobi në ditën e gjykimit është shoqënia e devotshme, shoqënia e cila i ruan zotit të Allahut azza wa jall. E për këtë thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an: "Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin." Të dashtunit, shokët e afërt, njerëzit e afërt mes njëri tjetrit, të gjithë thot Allahu azza wa jall në ditën e gjykimit kanë me kanë armiq të njëri tjetrit përveç kujt? Të devotshëm. Përveç të devotshëm thot Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu na baf prej tyre. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Gjematin e nderuar, jetojmë në një kohë ku shoku i sinqert dhe i cili të ndihmon për në rrugtimin drejt Allahut azza wa jall është i rrallë, nuk është i shpeshtë. Prandaj muslimani duhet në radhë të parë për veten e tij me zgjidh shokun më të mirë se veten. Edhe po ashtu të letë ketë kujdes për ato që kanë në zotrim, për fëmijët e tij, që me i zgjidh edhe shoqëninë e fëmijëve të tij më të mirë se sa, me i zgjidh me kënd të devotshëm. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë shoqëni të mirë edhe shoqëni të keqe na ka dhënë një shembull shumë të bukur. Në ka shembullin e shitësit të parfumeve edhe shembullin e farktarit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Mathalu al-jalisi as-salihi was-su'i ka hamil al-miski wa nafikhi al-kir." Shembulli i shokut të mirë dhe shokut të keq është si shembulli i atij që ka parfum, shet parfum, edhe farktarit. Fa hamil al-miski imma an yahdiyak wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyiba. Thot, shitsi i parfumit ose ka me të parfumos ty, ka me dhënë prej parfumit të ti, ose ke me blej prej ti parfum, ose ty ka me të ardhë ira e mirë. Në anën tjetër, wa nafikhi al-kir, thot pejgamberi selam, imma an yahriqa thiyabak wa imma an tajida rihan khabitha. Kurse farktari ose ka me t'i djegë rrobat, ose keme pas një erë të keqe për ti. Ibn Hajeri Allahu më shiroft ka thënë ky hadith në ndalon ne nga naja me atë i cili sjell dëm në fe edhe në çështjet e dynjas. Nëse njëri rrin me këtë person, edhe ky hadith na nxit me naj me ato të cilët janë të dobishëm për fen edhe për dynjan e personit. Kurse Imam Newawi Allahu më shiroft thotë, ky është një shembull prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për shokun e mirë me bardhësin e parfumit, pra atij që shet parfum, edhe shoqënuesit të keq, shokut të keq me farktarin. Tu treguohet vlera e najes me njerëzit e mirë, me bamirësit, me njerëzit me virtytet e larta të moralit, modest, të dijshëm, të edukuar dhe ndalimi prej najes me njerëzit e keqit, me ato që shpikin në fenë Allahut azza wa jall, me ato të cilët përgojojnë apo janë gjunahçar apo që humbin kohën vazhdon të thotë e të tjera nga gjanat e urryme. Ati shembull të keq, ati shembull të farktarit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë ka me t'i djeg teshat. Pra ka me t'i djeg teshat ka për qëllim që ka me të sprovu ty në fenë tënde, ka me të fut ty në probleme, ka me të fut në gjinohe, ose nëse kjo nuk ka me noll,
atëherë komet ardhë i arkeqë, dhe më thonë ti ki me pas një prestigj të keq në mesin e njerëzve për ndajes me këtij person problematik. Ndërsa nga ana tjetër, vlera e shoqërimit me shokun e mirë. Ka të mira të shumta. Shoku i mirë kur e shef të përkujton Allahun Azza wa Jall. Kur ti gabon, ai ta tregon rrugën e drejtë. Kur ti ke një tmet, ai ta mlon ty atë tmet edhe të këshillon. Njeriu përfiton për bereqetin së ndajes me këto njerëz të mirë. Në kohë për tyne, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon se njeriu është në fenë e personit me karrin. I pasqyron të metat, kur i ka të metat i tregon i ke 1, 2, 3 në mënyrë që ai me i përmirësoj, sepse besimtari është pasqyr për besimtarin tjetër. Nëse e shef një diçka që nuk i pëlqen, një problem, një gjë të vogël, ai e drejton, e ndihmon që me rregulluar gabim, ja ruan nderin po ashtu në prezencën edhe në mos prezencën e tij. Njerëzit e mirë të njohin edhe të prezantojnë me njerëz të tjerë të mirë, e kështu njëri përfiton prej tyre. E ndalojnë shokun prej gjinoheve, prej shkeljeve të caqeve të Allahut Azza wa Jall, ja mbushin kohën me gjana të dobishme, qofshin për fenë e tij apo për dynjan e tij. Kur i shikon ato thame të përkujtojnë Allahun Azza wa Jall. Nëse kjo rrihet vetëm duke i pa këto njerëz, po si ka me kanë kur ti rrin me ta edhe nin këshillat e tyre. Njerëzit e mirë janë zbukurim, janë dashamirë në gjendje rehatije, të ndihmojnë në rast të provash, dhe ato po ashtu janë furnizim pas vdekjes me duat dhe me lutjet e tyre. Ndaja me ta është shkak për të përfituar dashnin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj secili prej nesh le të shikojë tek shokët e tij, a është na jani me këto cilësi të mira. E nëse në kush gjen disa persona me këto cilësi të mira, le të kapet fort mas tyne. Kurse në krahun tjetër, nëse gjen si ka persona që janë me cilësi të këqija, cilësi të shokët të këqij, atëherë ai person ama mirë me ilon shokët e këqij. Është më e mirë me ndaj vetëm se sa me ndaj me shokun e keq. E lutim Allahu subhanahu wa ta'ala që me na udhëzo. E po ashtu me na po shkak ne që të tjerët me udhëzu prej nesh, ose si shkak joni. E me na fut në xhenetet e tija, me pejgamberët, me të sinqertit, me dëshmorët, me robërit e devotshëm të Allahut, e sa shëshni e mirë janë ata.